Ndal pak dhe imagjino këtë skenar. Shefi yt të thot nesër duhet të punosh 13 orë. Jo sepse ti do, por sepse sistemi I ri mund ta lejoj. Pikërisht kjo është tema që po diskutohet tani në Gjermani, dhe shumë njerëz janë të shqetësuar. Deri sot, ligji gjerman për orarin e punës thot qartë se maksimumi normal është 8 orë në ditë, dhe vetëm në raste të caktuara mund të shkojë deri në 10, por me kompensim. Por tani po flitet që kufiri të mos jetë më ditor, por javor. Në fillim kjo tingëllon si model fleksibël, por pyetja kryesore është, fleksibilitet për kë? Sepse kur një ditë pune zgjatet shumë dhe në fund të mbeten vetëm pak orë pushim, puna fillon të ta konsumojë krejt jetën private. Dhe faktet janë serioze. Sipas BAUA, pas orës së 9 të punës, rreziku për aksidente rritet ndjeshëm. Ndërsa studimet e WHO tregojnë se me mbi 55 orë pune në javë, rritet rreziku për goditje në tru me 35%. Kjo nuk duket si progres për punëtorët. 8 orëshi nuk është krijuar rastësisht, ai është fituar pas shumë sakrificash, sepse njerëzit nuk janë makina. Nëse Gjermania dëshiron të mbajë punëtor të motivuar dhe fachkrefte, atëherë puna duhet të bëhet më e shëndetshme, jo më e gjatë. Çfarë mendon ti për këtë? A do ta pranoje një sistem ku mund të punosh 12 apo 13 orë në ditë? Shkruaje mendimin në komente dhe dërgoja këtë video dikujt që punon shumë orë çdo ditë, pa I ditur rreziqe ndaj shëndetit.